s'mundesh me bo dallim tashme se është kohë shumë e gjatë, shumë kohë nashta 18 vite, 20 vite, kur kom luajt për 18 vite ato dykon, kur kom luajt për herë të parë dhe të fundit në ligën e parë. Në atë kohë ka qenë ma ndryshë shumë, tash është liga shumë e fortë edhe po mendoj që është dallim i madh i krahasimit. Nëse shohim tash, ndoshta tash liga e parë është sikur atëherë ndoshta që ka qenë Superliga. Bukfalisht po e thama. Superliga është rrit niveli. Tash Superliga është nivel shumë i lartë. Për këtë skuadrave mendoj që edhe në grupin tjetër mendoj që Prishtina e Re ka përfundu gjithë punën. I një më mirë se ke qenë pjesë ati grupi Kastriot? Prishtina e Re, Kozhoni nështë ka bëj se nëse s'ga bëj une, është që 2 vite në ligën e parë, pasi që viti i tretë ka qenë ligën e dytë që është inkuadru, vitin e kalun për pak, so nuk ka rritë të inkuadruhet, në baraj me Feroniklin për në fund të humbin ndeshjen, ndërsa këtë vit ka qenë dominuese gjatë gjithë kohës. Ndoshta edhe skuadra vështërës, sidomos këtë edicionin e dytë, ka bo shumë lojra të mira, ndoshta ka pretendu shumë mirë, po nëse shohim Prishtina e Re në krye me kryetrajnerin Elon Berishën, ka bo shumë punë të mirë dhe mendoj që me plot merit, po them, ka hyrë në Superligë edhe pse realisht e ka edhe një ndeshje mirë, po në atë ndeshje unë mendoj që nuk do t'ja lejoj rastit ndonjë gabim, pasi që edhe Kika një farforme e ka siguru mbijetesën pas kësaj fitores me Flamurtarin, e ka siguru mbijetesën edhe nuk është që ndoshta do t'bëj. Jo, aty fakt dihet skuadrat që kanë rrosh, Flamurtari, Fushkësolla. Gjithkon dihet, edhe në grupën A dhe në grupën B, thuj se dihet. Në grupi A ka përfundu gjithçka, në gjyra e fundit do t'jetë besoj gjyra ku do t'luhet për qef ndoshta. Edhe pse është garuse, mirë po gjithçka dihet. Edhe pse nuk është që dihet pozita e dytë e barazhit, se përmenda Liria ka 40 pikë. Nuk e diskutum për gjirën e për barazh për këto skuadra që do t'hyjnë në Superligë ma shumë te Prishtina e Re edhe këto edhe besojmë që Vushtrria mbetet në barazh, sipas teje Kastriot. Në grupin A, Liria të Trepça 39. Por në momentin qysh është tabela është skuadra e Lirisë. Po do të luaj me Rilindjen 174 me Faruk Satovcin. Nuk pres do një befasi tjetër. Nuk pres do një befasi që dikush Lirin e largon nga zona e barazhit edhe do t'jetë ndeshja për ndërmjet Lirisë dhe skuadrës të Vushtrës, por pastaj edhe me skuadrën e barazhit të Superligës. Okej, Liria Vushtrria sipas teje kush mund ta Liria për momentin e ka një trener që mu personalisht në ligën e parë më ka pëlqyer, s'po them mas shumë ti, po te kjo gjenerata e re e trenerëve është një shumë trener inovativ. Qa më ka bo përshtypje, unë kom posë rolin e ndihmës trenerit, po sa herë kem posë paraqitje kundër Tina, ndeshjet kundër që kemi paraqit, gjithmonë është vrejt dora e Tina dhe gjithmonë është vrejt një filozofi e lojës Tina. Mu më ka pëlqy që ishe ka udhejt skuadrën e vllaznimit, më ka pëlqy vitin e kalu me Vjosën, po edhe këtë vit me skuadrën e Lirisë. Unë mendoj që skuadra e Lirisë ka përfitu, sikur se ai edhe Liria nga emërimi i Tina kryetrajneri i Lirisë. Edhe nuk e shoh shumë të lehtë